çfarë do gjeni në fshat në Shqipëri nëse vini në Vjeshtë. Siç mund të shikoni, gjëja e parë janë fiqt, që do gjeni edhe me bollëk. Shalqi, karpush, thueni si të doni, këtë bostanë do ta gjeni edhe këtë tek fshati ton që kanë mbjellur njerëzit në shtëpitë e tyre, edhe po të shkoni vizitë edhe të jini me fat do t'u japin edhe të merrni me vete. Këto janë shegë, të cilat i gjeni kudo në fshatin tonë, edhe siç mund të shikoni, u lejojnë njerëzit që të merrni me lejen e tyre, kuptohet, edhe janë o zot. Tani ka ndalur xhiro këtu, Eva me vëllain, me burrin, edhe me Katerinën, xhiro në përfshat, edhe t'u tregoj edhe një çik fshatin, disa nga juve e keni parë prap. Kjo ishte shkolla që shkonim dikur, që tani është prishur se nuk e kujdes njeri, o njerëz të dashur dhe të bukur. Kisha e fshatit tonë, i cili është një monument kulturor, edhe është një nga kishat më të vjetra. Do t'ua tregojmë edhe nga brenda bukurinë e rrallë që ka kjo kishë, edhe është kisha e apostolëve Petro dhe Pavlo. Shikoni se sa e bukur që është, një mrekulli e vërtetë. Pastaj u ulën që të çlodhen pak dhe vazhduan shëtitje në fshat, shkuan tek shtëpia e tezes që të marrin fiqe edhe të bëjnë një xhiro. Këtu Katerina po thyen ara. Këto janë ara të freskëta.